Qysh është me pa Besin Big edhe a kishe lon me hi apet? Qysh është me pa, po mëna unë e kom përjetu një teden shumë mirë që unë e kom përjetu një periudhë shumë të keqë sa konë Besim rana Big, se më konë tepër e stresume. Në fakt më krej që më ka interesu, konë mirëqenja e Besit edhe shëndeti ti me ndorë mrenda në Big, so në di që Besi përlamjen matë madhe na e kemi në mëngjes, kur qëmë prej gjumit Besi me njerëvic dhamë të sytë shpejt edhe del me pi kafe, edhe thësha garant është të sforcu vetën, të najtë mrena e izolum, edhe do më thonë, këtu në klanë sarë kom ardhë për gjdo të marte edhe të shtunav, kur është prajme? Premten prajme, unë e kom ardhë gjithë edhe e kom pytë, ju luken e kom thonë, të lutë nga veç për të Besin, në do në të refimit ashtë mirë, Saj edhe kur u hi nuk u konë mirë. Ata o të të qa. Mos të mori versi. Edhe i ka pos do mjetë me veti. O të të qa. Po. Qërë ta kalzej Ti shpërdëra në i sanë. Po, bre valloj. Ate kamerat. A di që në krejt Bigin një më konë 100% në rillë përves në rostin me Santin. Se e përmeni kofën kjo qika. E di edhe të më Alo pa ullë mirë me piju në kofën, ma bëj kësë në i kofë. A di nuk kalzej Po mi shumë që ke kështu. Qatë ju ka të Si që janë i të me amor oshtin. Qatë jem kalzu fekë se u qej shame zërja që të shatë kofe me 100 shome. Kofën e bëjsh, te... E di që më shojshë. Kërë më të ke që me kofën. Po është normale me një vetën që është të stresume, do me thonë me po partnerin Jo, ka pas edhe presion, ka pas prej njerëzve jashtë, se do me thonë, sidomos për raportin... Mësë le me Santin me najtë. Besit dhe Santi, do me thonë, ka pas të në kohën, që shpërën me Santin, uruju, anë e kënen, adin dyshysh edhe një gazetare. Për të urujt kjo jashtë, kështët. Po, me kalash në shaksu të dira klanit, e po si del të roj, të mesmen. Edhe një gazetare njerë ma pa të bo një pytje, tha, qa me ndonë, tha, për femra, tha që më fut në Big Brother. A dhe qa që univa kesh, dhe më thëmë pësa jema ma bo këtë pytje, se edhe unë e kom pas ftesën për Big Brother, edhe unë e kom përgzu edhe Santin, edhe krejt vajzat që hinë Big Brother, i përgzoj për gudzimin që e kanë. Unë nuk e jëmë konë që e gudzim shumë me hinë Big Brother, dhe me thonë të e pas parasysh që para gjykimit për femnat e na është te për i madhë ekstrem, që ka do që ti bën atë, ti i para gjykum. E thashit, s'po kam qef tash heq me ma bo, as me qitë tash tim publik, këtë pyte tash së pëmdo këtë etike prej, së do mos ti e gazetare, adin Qashtu. Shtë që unë i kom përgzu edhe personalisht Santin edhe krejt qika që e në kona. Me hi apet? Bënë. Santin e kam po në Big Brother, me thonë njerës të folim për Santin vishë për mes ekranit që kanë po. Qysh do këtë, qysh veshët, tatuja, sena, rikënë me ditë, qëfar shpirti ka Santin. Dhe nuk e din që ledzën, para me nu, Santin ledzën ma shumë sënë. Pa ndo ledzën, di. Mërë kjo dhe mrasht për ledzën kënë ditë ju më habit. Po, e aty ka pos nona, ka pos qika treja, beqaret, martumet, të ndome, gjithë shka ka pos aty, është Big Brother, është ashtu formati, po njerës. Edhe nësë me konë edhe shtu komente, po type s'kishin posa që ka me folë, dhe me thonë, nësë me posa që si njerës, po. Nuk dhe me thonë edhe që ata njerës që i shkrujnë këtë që jënë të këqi. Ja, absolut. A dhe vish mja këti komente. Typin nërën mja qi, po, këqi. Nuk jënë të Me bo mja këti komente, të alëzat mirë buën, me njëherë.